Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku i epurdhër, asnjëherë mos flini gjumë në anën e djathtë, po dëmtoni shëndetin. Të gjithë e dimë që gjumi cilësor është baza e shëndetit të mirë. Mirë po kur nuk kemi menduar që në shëndetin ton ka mundur të ndikojë pozita në të cilën e flem. Ashtu si që ekzistojnë pozitat të cilave për shkak të tyre mund të kemi dhimbje koke, dhimbje qafe, dhimbje kurrizi, po ashtu ekzistojnë edhe pozitat të cilat ndikojnë pozitivisht në shëndetin ton. Sipas Dr. John, gjumi në krahun e majt ka përparësi të mëdha. Ekzistojnë shumë mënyra dhe teknika efikase që ju të mësoni veten të flini në krahun e majt. Disa rekomandojmë qepjen e topave të tenisit në anën e djathtë të bizhamave të vjetra, sepse në atë mënyrë topa do t'ju detyrojnë që të ktheheni çdo herë kur gjatë gjumit lëvizni. Është një metodë e lehtë që të flini me jastëk pas shpine, gjë e cila do t'ju pengojë që të ktheheni. Pozicionimi i trupit në anën e majt mund të jetë më i mirë për tretjen, kurrizin dhe gjithashtu zemrën. Këtu ju do të mësoni arsyet për shkak të cilave sipas ekspertëve sugjerohet që ju të flini në krahun tuaj të majt pasi organizmi tuaj do t'i bëni mirë. Eliminimi i thartirës ose thënë ndryshe djegsirës së stomakut. Ndërprerja e gërrithjes, përmirësimi i metabolizmit, përmirësimi i punës së zemrës, përmirësimi i shëndetit të shpretkës, rritet efikasiteti në sistemin limfatik, përmirësimi i qarkullimit të gjakut. Të shtatzënat përmirëson qarkullimin e gjakut deri tek zemra e bebes. Gjithashtu, ka shumë pozicione që njerëzit marrin në momentin që do flenë gjumë. Disa zgjedhin të flenë drejt, disa me barkun të zënë poshtë, disa nga ana e majt dhe disa nga ana e djathtë. Ne këtu do t'ju tregojmë arsyet të cilat ju ftojmë t'i dëgjoni deri në fund përse duhet të flini në krahun e majt. Ndihmon në tretjen e ushqimit. Shpeshherë prindrit na thonë që të ham leht në darkë në mënyrë që ushqimi të mos na bëhet të djam. Sipas tyre, gjatë natës tretja e stomakut nuk vazhdon, por kjo nuk është e vërtetë. Tretja vazhdon si zgjuar ashtu edhe në gjumë, por edhe pse tretja vazhdon, ju mund ta ndihmoni akoma edhe më shumë këtë proces duke fjetur në anën e majt. Lehtëson qarkullimin e gjakut drejt të zemrës. Një zemër e shëndetshme ndikohet nga një mori arsyesh, duke filluar edhe që nga dieta dhe deri tek cilësia e ajrit përreth. Nuk është çudi që sëmundja e zemrës është vrasësi kryesor i të rriturve në të gjithë botën. Për të minimizuar rrezikun e sëmundjeve të zemrës, duhet që t'ja bëni zemrës qarkullimin e gjakut më të lehtë duke fjetur në anën tuaj të majt. Kur flini në anën tuaj të majt, ju lejoni që graviteti të ndihmojë qarkullimin e gjakut në zemër. Zgjidhni të flini në të majtën tuaj për të shmangur problemet me qafën në mëngjes. Sa më shumë presion në shpinë kur flini, aq më shumë përpjekje bëjnë muskujt tuaj për të mbajtur gjithçka aty ku duhet të jetë. Gjumi në anën e majt gjithashtu ndihmon sistemin tuaj limfatik që të filtrojë mbeturinat e trupit. Sistemi limfatik është një rrjetenësh që mban një lëng të quajtur limfë dhe limfa luan një rol kryesor në lëvizjen e lëngjeve në të gjithë trupin. Gjithashtu, në funksionin ton imunitar, limfat munden gjithashtu që të mbajnë larg toksinat dhe produktet të mbeturinave dhe kështu që një bllokim kudo në sistem shoqërohet me shëndet të dobët. Gjumi në anën e majt për gratë shtatzëna siguron rrjedhjen më të mirë të gjakut për të dy trupat, edhe nënën dhe për fëmijën. Gratë shtatzëna qarkullojnë gjak për dy trupa. Kjo gjë kërkon vetëm vëllim të madh të gjakut për të realizuar, ndërkohë një foshnjë në rritje e zgjeron pjesën e dhomës ku ndodhet dhe i bën presion shpinës dhe organeve të tjera.
Gjumi në të majtën tuaj e bën gjakun që të rrihet më lirshëm dhe gjithashtu heq presionin e foshnjës nga shtylla kurrizore dhe gjithashtu mbron mëlçin. A e gjeni ndonjëherë veten duke dremitur në tryezën e punës edhe pas asaj që mendonim se ishte një pushim optimal pas një gjumi të mirë të natës së kaluar? Atëherë ndoshta do të bëni të njëjtën pyetje si shumë të tjerë. Sa gjumë duhet të flem? Përgjigja nuk është aq e thjeshtë. Sipas Dr. Raks Dasgupta, asistent profesor i mjekësisë klinike në divizionin e mjekësisë pulmonare, terapisë intensive dhe gjumit në shkollën e mjekësisë të Universitetit të Kalifornisë Jugore, nevojat për gjumë janë shumë të industrializuara, por rekomandimi i përgjithshëm është që të flini 7 deri në 9 orë gjumë në natë. Por, rekomandimet ndryshojnë kur njerëzit plaken. Nevojat për gjumë ndryshojnë gjatë jetës, thot Kristina Çik, një studiuese në psikiatri dhe shkencat e sjelljes në Universitetin e Stanfordit. Udhëzimet mbi gjumin nga CDC-ja amerikane. Të rriturit duhet të flenë të paktën 7 orë në natë, por, sipas qendrave amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, 1 në 3 persona nuk e bëjnë këtë, dhe një gjumë i pamjaftueshëm lidhet me pasoja afatgjata shëndetësore negative, siç janë rreziku më i lartë i sëmundjeve kardiovaskulare, diabeti, mbipesha dhe demenca. Sipas një studimi të fundit, në një periudhë afatshkurtër edhe një ditë pa gjumë, mundet që të dëmtojë mirëqenien tuaj fizike. Dasgupta thonë se njerëzit që bëjnë një gjumë të keq mund të jenë të predispozuar ndaj sëmundjeve të tilla si ankthi, depresioni dhe çrregullimi bipolar. Në vitet e para të jetës, foshnjat mund të flenë 17 deri në 20 orë në ditë, ndërkohë foshnjat 4 deri në 12 muaj kanë nevojë për 12 deri në 16 orë gjumë, duke përfshirë dremitjet. Pastaj fëmijët e vegjël midis moshës 1 dhe 3 vjeç duhet të bëjnë 11 deri në 14 orë gjumë, thot Dr. Banu Kola, profesion i asociuar i psikiatrisë dhe psikologjisë në klinikën Mayo. Fëmijët e moshës 3 deri në 5 vjeç duhet të flenë 10 deri në 13 orë dhe ata nga mosha 6 deri në 12 vjeç duhet të flenë 9 deri në 12 orë, ndërkohë adoleshentët duhet të flenë 8 deri në 10 orë gjumë. Ky rekomandim ka ndezur një debat vitet e fundit mbi orën se kur duhet të nisë mësimi në shkolla në mëngjes. Dasgupta dhe Kola bien dakord se 7 deri në 9 orë gjumë është më e mira për të rriturit, edhe pse të moshuarit mund të jenë më të aftë në përballimin e disa privimeve të gjumit, ndërkohë të rriturit e rinj mund të kenë nevojë rregullisht për 9 orë gjumë pasi truri i tyre është ende në zhvillim, ndërkohë të rriturit e çdo moshe mund të kenë nevojë për 9 ose më shumë orë gjumë kur porimë këmbën nga një dëmtim, sëmundje apo kur rikuperojnë orët e humbura të gjumit. Kola thotë se ekzistojnë edhe variante natyrore duke ju referuar njerëzve të cilët kërkojnë më shumë se 10 orë gjumë dhe të tjerëve që bëjnë më pak se 4 orë dhe që funksionojnë normalisht. Si të përmirësoni gjumin tuaj? Mundohuni të shkoni në shtrat dhe të zgjoni në të njëjtën kohë çdo ditë. Dasgupta thotë se ju mund të mbani një ditar për të regjistruar orët kur flini dhe sa shpesh zgjoheni gjatë natës. Në këtë mënyrë mund të keni një ide të qartë se çfarë funksionon për ju, po ashtu duhet të siguroheni që dhoma juaj të jetë e errët, e freskët dhe e rehatshme. Fikni sa më shpejt pajisjet elektronike para gjumit, pasi ekspozimi ndaj dritës mund të ndikojë në ciklin e gjumit dhe të zgjimit që ka trupi juaj. Sidomos nëse synoni të flini herët, është e rëndësishme të ekspozoheni ndaj dritës natyrore që në mëngjes herët dhe gjithashtu të kufizoni ekspozimin ndaj dritës në orët para gjumit. Pajisjet elektronike imitojnë gjatësinë e valës së rrezeve të diellit, duke bërë që trupi juaj të qëndrojë zgjuar për një kohë më të gjatë. Prandaj duhet që të evitoni këto pajisje sa më shumë që të jetë e mundur. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!